Yahya a.s. pejgamberi përkushtuar në kohët e largëta, kur errësia shpirtërore kishte mbuluar shumicën e tokës së bekuar, Zoti i Madhërisëm vendosi të dërgojë një dritë udhëzuese, një njeri të pastër, të devotshëm që do ta kthente popullin në rrugën e së vërtetës. Ai ishte Yahya, biri i Zekerias, paqja qoftë mbi të dy. Zekeria a.s. ishte një pejgamber i nderuar, i cili megjithse në moshë të shtyrë dhe bashortja e tij ishte shtirpë, nuk rreshti kurrë së lutur i Zotit për një pasardhës të devotshëm, që do ta trashëgonte misionin pejgamberik dhe do të udhëhiqte popullin drejt së mirës në një moment të fshehtë dhe të bekuar. Zoti përgjigj lutjes së tij: O Zekeria, ne të përgëzojmë me një djalë emri të cilit do të jetë Yahya. Asnjë para tij nuk e ka pasur këtë emër. Surja Maryam, ajeti 7. Kështu filloi jeta e një të dërguari që në fëmijërinë e tij Yahya a.s. shfaqi shenjat e një shpirtërie të lartë. Ai ishte i përulur, i urtë dhe i lidhur ngushtë me Zotin. Zoti i dhuroi atij urtësinë dhe diturinë që në moshë të vogël. O Yahya, merr librin me vendosmëri dhe ne i dham urtësinë që në fëmijëri. Surja Maryam, ajeti 12. Ai nuk ishte si fëmijët e tjerë, ndërsa të tjerët luanin dhe shijonin gëzimet e fëmijërisë. Yahya a.s. rrinte i përhumbur në lutje, në meditim dhe në leximin e shkrimeve të shenjtë. Ishte i ndjeshëm ndaj mëkatit dhe urrehej nga padrejtësia që e shihte përreth. Nuk pajtohej me padrejtësinë. Me kalimin e kohës, ai u rrit si një burr i pjekur dhe u bë i njohur për përkushtimin e tij ndaj Zotit. Ai ishte një shërim i ndershmërisë, urtësisë dhe thjeshtësisë. Veshjet e tij ishin modeste, shpesh prej leshit të ashpër. Ushqimi i tij ishte i thjeshtë: fruta, barishte dhe ujë. Ai jetonte larg luksit, duke zgjedhur një jetë të përkushtuar në adhurim dhe udhëzim. Yahya a.s. ishte një predikues i pajepurit të vërtetës. Ai udhëzonte popullin e tij drejt pendimit, ndaj sinqeritetit dhe ndaj bindjes ndaj ligjeve të Zotit. Ai mësonte të pasurit të mos abuzonin me pasurinë dhe të varfrit të mos e humbnin shpresën. Ai këshillonte njerëzit të linin me kat, të pastronin zemrat dhe të përgatiteshin për ardhjen e një pejgamberi të njohur si Isa a.s. Në një botë ku mëkati ishte bërë normë dhe pushteti shpesh i korruptuar, Yahya a.s. ishte zëri i ndërgjegjes. Ai nuk kishte frikë të vlisë të vërtetë, qoftë edhe përpara mbretit. Shëndimtari i asaj kohe, Herodi, kishte rënë në mëkat të rënd duke dashur të martojë me gruan e vllajt të tij. Yahya a.s. me guximin që i buronte nga besimi e kundërshtoi haptas këtë veprim, duke thënë: nuk të lejohet ta marrësh atë grua. Kjo deklaratë i solli atij urrëtitjen e burrit mbretëror. Gruaja e ndjerë poshtëruar kërkoi nga Herodi kokën e Yahjas si shpërblim për ta kënaqur. Mbreti, ndonse kishte frikë pejgamberin dhe dinte drejtsinë e tij, më në fund u dorëzua ndaj kërkesës së saj. Kështu Yahya a.s. u martirizua dhe kokën e tij ja sollën në një tabaka të mbretëreshës, siç përmendet në burimet islame dhe ato hebraike. Por martirizimi i tij nuk ishte fundi, ishte një fillim i një trashëgimie të përjetshme. Ai jetoi për të drejtat, foli për drejtsinë dhe vdiq për të vërtetën. Allahu e lavdroi atë në librin e tij. Ai ishte një pejgamber i dashur, i ndershëm dhe i përkushtuar, i cili nuk hoqi kurrë dorë nga rruga e Zotit. Edhe kur kjo rrugë çoi në vdekje, vdekja e tij ishte e dhimbshme për pasuesit e tij, por një triumf për të vërtetën. Ai ishte shembulli i një njeriu që nuk e nderoi asnjëherë drejtimin e tij, pavarësisht çmimit që i kushtoi. Yahya a.s. jetoi për të bërë të mirën, për të ruajtur besën dhe për të udhëhequr popullin drejt shpëtimit shpirtëror. Ai ishte një pararendës i Isait a.s., një njeri që përgatiti zemrat për pranimin e mesazhit hyjnor. Dhe ndërsa shumë pejgamberë u ballafaquan me refuzim dhe tallje, Yahya a.s. u përball edhe me vdekjen, pa asnjë hezitim, vetëm për hir të Zotit. Në përfundim, historia e Yahjas a.s. është një mësim për qëndrueshmëri, për kushtim dhe për flijimin për të vërtetë. Ai mbetet një model për të gjithë ata që kërkojnë drejtsinë dhe e duan të vërtetën, më shumë se jetën vetë. Në emrin e tij përmendet ndershmëria, përulësia dhe dashuria për Krijuesin. Dhe kjo është trashëgimia që ai la pas, një dritë që nuk shuhet kurrë.